Moderatorja e njohur Bora Zemani di gjithmonë si të tërheqë vëmendjen drejt saj, sidomos me postimet që publikon në profilin e saj në Instagram. Së fundmi, ajo ka ndarë një moment të veçantë në rrjetet sociale me rastin e festës së Bajramit. Në një postim në Facebook, ajo ka publikuar një foto së bashku me djalin e saj dhe me Donaldin, duke dhuruar buzëqeshje dhe atmosferë festive. Gëzuar Bajramin, vetëm bekime paçi në familjet tuaja, shkroi ajo në mbishkrimin e fotos duke shoqëruar mesazhin me një zemër të bardhë. Postimi mori menjëherë vëmendjen e ndjekësve, të cilët kanë shpërndarë komente dhe urime të përzemërta për festën, por edhe për portretin simpatik që Bora Zemani publikoi në rrjetin e saj social Facebook. Në do të rikujtojmë se Bora Zemani ka treguar se djali i saj, që është nga martesa me DJ Vin Velin, është mjaft i afërt me Donaldin, tashmë partnerin aktual të saj. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.